Tiri Gjoci ka rrëfyer së fundmi jetën e tij nga lufta me depresionin deri tek humbja e babait. Kam lindur në Kavaj, jam rritur aty. Kam vazhduar liceun artistik në Durrës dhe vitin e fundit e mbylla në Tiranë. Tentova të futesha në Akademinë e Arteve, por nuk u futa sepse mendova të kthehesha në Kavaj. Ka qenë një periudhë e vështirë se u ktheva për të ndjekur ëndrrën me bandën. Për 2 muaj banda u shkri. Ka qenë periudhë e vështirë. U njoha me ankthin e depresionit 19 vjeç. Ka qenë një nga 2 periudhat më të errta të jetës time. Kaloi nuk zgjati asnjë vit. Ja dola të largohesha nga ajo situatë. Vazhdova në Universitetin e Arteve. Vitin e dytë, më mbushet mendja të shkoj në The Voice of Albania. Ka qenë momenti pashpjegueshëm, nuk doja, por vëllai dhe miqtë e mi këmbgulnin. 2016 fitova, 2017 babi u diagnostikua me tumor në ëmbëlsi. 2013 ndodhi bashkëpunimi me doktor Flori, nuk isha gati në atë periudhë, më dha goxha dorë. Pas The Voice of Albania pata goxha mundësira që nuk i shfrytëzova për shkak të mungesës së eksperiencës. U bëra burr 23 vjeç kur babai ndërroi jetë, tha Tiri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.